Sot, gjatë pushimit të madh, hapa ushqimin që më kishte përgatitur mami, një byrek me djathë që dukej aq i mirë sa shkëlqeu në dritë. Por sa po vendosa ta ha, ndodhi diçka e çuditshme. Arlindi u afrua. Wow, ç'ke aty? Pastaj e lira, po ndjej një aromë shumë të mirë. Pastaj endi, a mund ta shoh nga afër? Brenda 2 minutash, ushqimi im u bë influenceri i klasës. Të gjithë donin të flisnin me të, ta nuhatnin, ta shikonin dhe disa ta hanin. Një moment kishim krijuar një rreth byrekut tim. Nuk e di si ndodhi, po ndihesha sikur byreku im do të jepte autografe. Më në fund thash: "O njerëz, është vetëm një byrek, nuk është yll filmi." Por askush nuk më dëgjoi. Kur hapa gojen për ta ngrënë kafshatën e parë, dikush mu lut: "Vetëm një qoshe të vogël?" Jo dhe jo. Sot vendosa të jem egoist profesional. Byreku ishte vetëm i imi.